Dhe për Mateon, mirë jo më larkë se mbrëm, më tha, Mateo duhet i nga shtëpia. Ndërkohë, sot u zgjova dhe thash, Mateo, di s'është puna po, hajde ulu flasim, unë mendoj që ti nuk duhet të dalësh nga shtëpia në këtë situatë. Do me thënë që njerëzit tu mendojnë se ne jemi në njëjtin mendim, ama është komplet e kundërta. Unë bëj çfarë dua unë. Miri, nëse do të sulmoj të njëjtin person, është puna mirë, nëse nuk do, pra puna vet. Patjetër. Mu nuk më drejton Miri. Mua nuk më drejton. Këtë po them. A dëgjon Miri fjalët e mia? Mua më vjen shumë mirë që ti bësh e zonja vetës. Bravo. A dëgjon Miri fjalët e mia, është puna e Mirit. A don ti dëgjoj se i intereson, a do ti dëgjoj se nuk do të prishin një marrëdhënie të mirë, a do ti dëgjoj se ndoshta më vonë do me i përdor, puna vet. Për sa kohë mua ai nuk thot mos fol me Gretën, mos ri me Gretën, mos i dëgjoj Lornës, merru me Lornën, bëj kështu dhe ashtu. Ai e ka thënë atë që ka Aquariumi. Ajo do dëgjoj mua, nuk do dëgjoj ty. O Greta po e bën për të psikologjit njerëzit. Jo sepse në të vërtet ndodh. Se çohesh ti dhe e beson, jo ti, po se çohet dikush dhe e beson.